Koleksionet e shtazëve dhe bimeve janë në laborator dhe gati për t'ju nënshtruar eksperimenteve nga studentët e Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit në Prizren, si pjesë e projektit të financuar nga Gizi Gjerman. Në mënyrë që të rinjët ta kenë sa më të qarta të se çfarë po praktikojnë, do të udhëzohen nga libri Biologjia e shtazëve me autore profesoresh Albana Milaimi, libër ky që u botua gjatë krijimit të laboratorit. Profesoresha thekson se ky laborator është ndër të parët të këtij lloji në Kosovë dhe mbështet një program unik në nivel vendi. Faktikisht, fakulteti ynë i shkencave të jetës së mjedisit është fakulteti më i ri në Universitetin e Prizrenit. Kemi fatin që kemi 3 programe për momentin dhe jemi në proces në akreditimin e programit 4, po nalëm të njëri program i cili lidhet me këtë laborator ku po flasim sot, që është shkencat e pyjeve dhe mjedisit, që është program dërdisciplinar mes pyjeve dhe mjedisit bashkë, kjo forestri klasike, dhe është programi i vetëm në gjithë Kosovën, asnjërin prej universiteteve nuk është ky program dhe nuk ka qenë asnjëherë në Kosovë. Është i nevojshëm për tregun e punës, kështu që ndoshta në start duhet ju falenderoj juve që her mas here na gjendeni për të bërë edhe promovimin e programit që është pak i njohur në Kosovë. Gjatë kësaj kohe që e kemi fitu laboratorin, ne botojmë edhe librin Biologjia e shtazëve që lidhet pikërisht me këtë laborator, që jam shumë e lumtur dhe mendoj që kjo është një pikë shumë e fortë dhe drejt konkretizimit të kësaj lënde para studentëve. Tani më ne posedojmë infrastrukturën fakultet jo vetëm për funksionimin normal të programeve që i kemi, por edhe për zgjerimin në programe të reja në të ardhmen, cilat veç i kemi në plan strategjik dhe jemi në drejtim të mundësisë për hapjen e tyre. Gjarprinj helmus zvaranik amfibe të konservuara ruhen në këtë hapësirë dhe përdoren për punime shkencore. Madje së fundmi është pasuruar edhe me produkte lëkurore. Këtu edhe janë koleksionet e ndryshme, kryesisht peshqit, amfibet dhe zvaranikët janë të konservuar me konservancë të ndryshëm, kryesisht me formalin. Tu kemi kategoritja këtu e shini vipera më dytës, që është gjarpri më i rrezikshëm në Kosovë. E kam fjalën gjarpi helmus, sepse ata ndohen në helmus dhe jo helmus. Për dallim prej këtij, mund t'ja tregoj gjarprin tjetër, pa e shini zamenis, familja e bollave, që nuk është helmues, kjo është gjarpër mbytës. Normal për ata që nuk i njohin friksohen për gjithëve, po për këti nuk duhet friksohemi. Pra gjitha llojet e gjarpeve që ndodhen në Kosovë, zvaranikëve tash, hardhucave, breshkave, gjarpeve, këtu kemi amfibet, pastaj peshqit, këtu kemi skeletet të ndryshme, të kryesisht kurrizorëve, këtu kemi të gjitarëve, po mendoj. Tu kemi disa taksidermi të gjitarëve, pra shtazë të balsamosuna pra ata për të qenë ma e qartë, do më thënë lakuriqet, i riqet. Entomologjia apëjore e patologjia janë disa prej lëndëve që studentët ndjekin për aftësim profesional. Insektariume të shumicës e insekteve, ndoshta në këtë program kemi edhe një lëndë që quhet entomologji e pyjeve, që insektet janë rreth 8 randet insekteve të cilat bëjnë dome relativisht mëdha në pyje. Këtu kemi edhe formacione të ndryshme që japin insektet, që shkaktojnë insektet në drujt të cilat i atakojnë. Të tilla ka mjaft edhe në përsirtar të ndryshëm këtu në laborator. Përpos ekspozimit të gjitha shtazëve, na në pjesën tjetër kemi edhe produkte të ndryshme të lëkurës që i kanë kategoritë ndryshme sistematike. Ta janë kujdes që me i sjell, me i koleksionu edhe zhveshjen e lëkurës të gjarpet, për shembull. Jo vetëm të gjarpet, këtu ka eksponata zhveshjes së hardhucave. Do të thonë edhe këtu i posedojmë gjitha. Përveç studentëve, laboratori është i hapur dhe për vizitorë që duan të njohin koleksionet. Unë mendoj për shembull që edhe leksionet në lëndën e biologjisë shtazëve dhe të entomologjisë pyjeve duhet mbahen këtu. Mirë po laboratori është i hapur edhe për komunitetin.
për shkak se ne në misionin e universitetit kemi normalisht kontributin shkencë në mësimdhënie, por dhe në komunitet. Shpeshherë na, do të thënë, organizojmë leksione të ndryshme, aktivitete të ndryshme, qoftë në terren apo në laboratore kryesisht, për shkollat e ndryshme, për OJC të ndryshme. Kështu që tash kemi një pikë pak më të fortë, ndoshta është mirë, jo është mirë, po do të jetë i hapur edhe për komunitetin, do të thënë. Edhe këtë ta potencioj, falni, që në qytetin e Prizrenit nuk kemi ndonjë muze ose ndonjë pjesë ku komuniteti mund të shohë, keni parasysh Lëramanin, biodiversitetin e faunës në Kosovë. As të florës. Kështu që këtu tash është një sallë që posedon, do më thënë, diversitet edhe të bimëve, edhe të shtazëve, të florës edhe të faunës. Kështu që janë të mirëseardhë dhe komunitetit vinë këtu. Aktualisht, fakulteti është në proces të akreditimit të programit të nivelit master për shkenca pyjore dhe ekologji pyjore, duke ofruar mundësi të avancuara për studime.